Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së akrepit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë leximin e radhës për ju. Dhe është për çuditur, jo shpeshherë më dalin të gjitha nga një energji, lajthit, që pasqyrojnë tokën, të dashur akrepër. Përfaqësojnë punën, sigurinë, burimet materiale, stabilitetin dhe qëndrueshmërinë. Dhe të gjitha, siç thash, nga një energji. Jeni në një kapitull ku temat stabiliteti, besueshmëria dhe siguria personale janë në qendër, të dashur akrepër. Gjërat që po ndodhin tani rreth teje nuk kanë të bëjnë me ëndrat apo emocionet, por me tokën ku qëndron, me atë që është e vërtetë dhe konkrete. Gjithçka ka nisur me dy të lejthisë apo tokës, të dashur, që flet për një bashkëpunim, një marrëveshje ose një lidhje ku është bërë një lloj shkëmbimi. Mund të jetë profesional, financiar ose edhe në jetën personale, ku ke dhënë dhe ke marrë në mënyrë të drejtë. Është fantastike, të dashur akrepër. Por më pas së 3, që është kjo këtu, që tregon se ky raport apo kjo përpjekje ka hyrë në një fazë ku duhet menaxhosh më shumë njerëz, përgjegjësi ose ndikime nga jashtë. Ka më shumë energji rreth teje, por edhe më shumë zhurmë. Duket sikur je në qendër të vëmendjes dhe përkërkohet shumë nga ty. 8 të lajthisë, që quhen në këtë grup letrash, të dashur, tregon se po ndërton ngadalë një bazë të fortë materiale, je në proces grumbullimi, mbledhje, përgatitje për diçka të madhe. Kjo është puna që nuk shihet menjëherë, por që do të jap rezultate të mëdha më vonë. Në fund, të dashur akrepër, kemi asin, që tregon një figurë që përfaqëson personin që ka bërë të gjitha dhe tani ditë udhëheq. Kjo mund të jesh ti. Nëse vazhdon të qëndrosh e përkushtuar dhe e mençur siç je në veprimet që po bën, kjo është letra e pjekurisë materiale. Jo vetëm si thash, por që tani është koha për të marrë kontrollin dhe të veprosh me mençuri dhe maturi. Pra, të dashur akrepër, jeni duke ndërtuar diçka që ka rrënje, por s'duhet të pritur rezultate të vinë me njëherë, sepse kjo që po bën nuk është sipërfaqësore. Është ndërtim i vërtet. Qëndro e qëndrueshme, menaxho me kujdes njerëzit dhe energjitë përreth dhe mos harro se më e rëndësishmja është të ndërtosh për veten, jo për sy të botës. Jo gjithçka, të dashur akrepër, shihet me sy, por ajo që ke ndërtuar apo po ndërton tani do të mbaj për një jetë. Do thotë është kogja e madhe, të gjitha i kemi moneda që tregon për çfarëdo lloj stabiliteti që jeni duke kërkuar, të dashur akrepër, është aty. Të tregojmë të mençur dhe të mbajmë këtë, të ndërtojmë me përkushtshmëri dhe qëndrueshmëri, dhe do jetë ajo për tërë jetën e juaj aty prezent, të dashur akrepër.